Qenari i popullit. Dhe mua sa më ra në dorë kjo, më pëlqeu pikërisht se ka një gjë sociale dhe një problem social, tutela e rinisë nga prindrit. Për kjo ishte, domethënë, në Rogos ka një tutel të një sistemi të tërë, të një shoqërie të tërë, ndaj një rinie të mpakur, në apati, që nuk lejon të shpërthente si duhej. Dhe kur e lexoj, edhe kjo pati shumë së bashku me Viktorin gjithmonë, edhe me Teodorin, ju futu punës për të ristrukturuar sipas idesë që kisha unë. Aty kishte një personazh, Teodori, që e donte shumë, e cila ishte e dashur e Agip Shukës si personazh i profesorit, e cila ishte aktore, dhe duke qenë aktore, këty u fiksua që këto janë, nuk bëjnë për familje këta. Edhe kjo më duke tepër sepse ishte linja e Viktorit, e nipit të Dajës, i cili dashurohesh me një vajzë që ishte studente për aktore, dhe më duk si paralelizëm të dyja linjave dhe i them Teodorit që do të heqim këtë linjën e dashurisë atij. Ai ka një koncept që me aktorët jo të ta ketë një histori personale me atë. Teodori më ka bërë përshtypje ndjes pas, një burr i jashtëzakonshëm. Isha më shumë mendje jo. Po nuk isha parë kokë fort në bindjen e tij. Kjo zgjati një 2 muaj, biseda, takimet, unë, Viktori dhe ai, jo. Po i them unë, merrem unë me Viktori me këtë, ta përcaktojmë një kështu që mendojmë ne, redaktimin që kemi ne, dhe pastaj shikojmë, po e lejmë mirë, po se le. Ja i japim me lexon, pati një lloj lëkundje, thotë jo. E them do e diçka tjetër, i ndërpresim madhe drejt këtu. Njerëz pa e vëm. S'ka në vjetë 2 javë, thotë mirë i banit. Edhe jo